Ali Dem Kamaj u lind me 20 maj 1944 në fshatin Strelës të Ullët, në një familje të varfër por me virtyte patriotike dhe adhetare. Aliu shkollën fillore e kreu në Strelës të Epërm dhe në Isniq. Ishte fëmiu më i madh i një familje shumantarshe. Pasi që ishin në varfëri të skajshme, u detyrua të ndërpres shkollimin që të filloj të punoj si punëtor krahu, për të siguruar ekzistencën e familjes, e cila ishte dalë nga lufta e dytë botërore, e shkatruar ekonomikisht dhe me të vrarë. Agha Bajrami dhe shumë bashkëfshatarë të tjerë. Aliu, me të arritur moshën e pjekurisë, inkuadrohet në ndërmarrjen tregtare 16 nëndorin e Deçanit. Gjithashtu angazhohet në strukturat udhëheqëse të fshatit, kurse pari angazhohet në ndërtimin e shkollës 4 klase në fshat. Në vitin 67-68 filloi mësimin e këtë shkollë, të cilën e mundsuan inspektori i arsimit asaj kohës Ali Kastrati dhe drejtori i shkollës së Isniqit Selim Kukleci. Që në atë kohë filloi me humanizëm, në ndërtimin e shkollës 4 klasëshe në fshat, ku edhe çdo vit i siguronte shkollës lëndët djegëse dhe pagat e mësimdhënësve. I mori Mulla Bepi Dibra që ka marrë pjesë në shpallin e pavarësisë së Shqipërisë në të jetën, pa të thonë, nuk ka ai që ka, po ka ai që jep. Po 3 gjëra e arsytojnë njeriu pse duhet jetuar. 1. Të ndihmon kombin atë dhun, as sa ka mundësi, të lindë dhe dukon fëmijë që të dalë një grim më të mirë se ai, dhe 3. Të mbyll jetën me faqe të bardha. Aliu ishte aktivist i shumë çështjeve humanitare, si pajtimin e gjaçeve, ngatresave të ndryshme e tjerë. Mori pjesë edhe në luftën e fundit të Kosovës, ku ishte së bashku me 2 djemtë. Përveç ndihmës materiale dhe ushtarake, i dha Kosovës edhe dëshmorën Florije Kamaj. Pas luftës së Kosovës, u antarësua në organizatën humanitare bamirëse edhe unë dua të jetoj, për t'ju ndihmuar atyre njerëzve të shumt që kishin nevojë për ndihmën e tyre, ku me këtë organizatë ndërtuan afro 60 shtëpi. Unë s'po marr shumë kohë, me i përsërit emrat, faleminderit gjithëve që keni marrë pjesë. Edhe për atyre që s'kanë marrë pjesë për pasues të komunës, të kanë konë zonë, e gjithëve ju rrit nera kush ka marrë pjesë e kush ka qitë për këtë shtëpi, e inshallah i Zotit të shigon mes mije me koka. Ju rrit nera gjithëve. Përshëndet gjithë pjesëmas, i përshëndet gjithë donatorët. Në përgjithësi, më fol numër 1, na mëson heroj i gjallë, Zotri Rustem Gecaj. Asnjë shtëpi, asnjë njëhe në Kosovë nuk është e mundshme pa marrë pjesë. Rustem Geci, më smequ mëna tonë, se edhe të kokoha pak e ftoftë, gjithëve kur do që nimon, Allah i nimoft, Allah i ati, sidomos ja boft Amerikën e vetë edhe ma gjonë. U përshëndes gjithë. Për pak qaste, duke harruar modestin, kam nderin t'i them disa fjalë për zotrin Ali Kamaj nga fshati Strelës i Ullët, komuna e Deçanit, i cili i qëndroi organizatës tonë afër që në ditët e para të themelimit të saj. Punoi pareshtur me plot vullnet dhe përkushtim, pavarësisht moshës së tij. Dhe kjo e bën një njeri me virtyte të larta humane, njerëzore dhe adhetare. Karakteri dhe sinqeriteti i tij vlerësohet lart nga të gjithë, dhe ndihemi të lumtur që një njeri si zotri Ali Kama është pjesë e organizatës sonë. Më lejoni që në emër të organizatës sonë, në emër të përfaqësuesit të saj, zotrit Abdullah Bytyçej, të falenderoj komunën e Deçanit, përkatësisht zotin Rasim Selmanaj, për mbështetjen e vazhdueshme të organizatës sonë. E neve si organizatë na mbetet që bacësali t'i urojmë shëndet dhe plot lumturi në jetë. Urime. Përshëndet gjithëve, faleminderit për pjesëmarrjen. Komuna e Deçanit e ka të themeluar mirënjohjen
mirënjohje qyteti si çmim dhe kjo mirënjohje ju jepet njerëz që kanë kontribuar në kulturë, në sport, në arsim, por edhe në humanizëm, ata që i kanë ndihmuar njerëz dhe familjet me nevojë. Ishte propozimi shoqatës humanitare, ba mirë se edhe unë dua të jetoj, që zotin Ali Kama me ndëru me mirënjohje qyteti, ne e kemi pranuar me kënaqësi. Unë fillimisht du me thonë disa fjalë për Ali Kamën e një para lufte. Me thonë vërtetën, ishte një kohë jo e lehtë, edhe e boteshim revistën Zimi. Prej aktivistët të ati fshatit, dyqysh e kom pas adresë, sepse u dashke me i mlidhë disa mjetër, pare të asaj kohë, për me bëtu. Ka qenë humanitar edhe në ka një mundë, më thonë. Gjithmonë në katon, ka qenë aktivist, ka vazhdu, edhe pse në mosh, dhe më në vullnet e ka gati si na gjenerata mas ti që jemi në punë. Mendoj se kjo mirënjohje, duke vlerësu në njërë të veçantë kontributin e tina në humanizëm, është një mirënjohje me mërit. Që që pa dash me marë shumë kohë, e kësha ftu do të ndikome me pranu mirënjohjen. Po du me marrë kohiq, po për tu tonë, ka një mu përshëndet, shtu që nuk du me ju marrë gatë, gjithve Allah ju rujt kush ka marrë pjesë, edhe ju që i lexu të letë ja vrit zotin merën, edhe për këtë mirënjohje ja vrit nerën, faleminderit për gjithve. Edhe vërrimin kemë të bosu kështë që marrë. Faleminderit gjithve. Hajde, ka vaurime. Përshëndetje të gjithëve, kam nderin që në emër të organizatës humanitare Bamirse edhe unë dua të jetoj me Selinën Deçan, përfaqësuar nga zotri Abdullah Bytyqi, t'i nderojmë me mirënjohje mbështetësit tanë më të veçantë të organizatës sonë. Ftoj kryetarin e Deçanit, zotrin Rasim Selmanaj, ta marrë mirënjohjen nga organizata jonë. Ftoj edhe deputetën e Kuvendit të Kosovës, njëherësh edhe aktiviste e organizatës sonë, zonjën Besa Gaxheti. Mirënjohja tjetër i dedikohet drejtoreshës së ETC-ve në Pej, zonjes Albina Kelmendi, e cila çdo herë na ka mbështetur në të gjitha aksionet tona humanitare, duke ju ndihmuar skamnorëve në gjithë territorin e Kosovës. Ftoj përfaqësuesen e ETC-s, zonjen Fiona Gashi.
kryetarin e fshatit Strelc të Ullët, zotrin Haki Pajaziti, ta marrë mirënjohjen. Në emër të organizatës ju falenderoj të gjithëve për mbështetje dhe Barci Sali i urojmë edhe një herë çmimin, sepse me të vërtetë e meriton, është njëri ndër humanistët tonë më dallum edhe më i vjetri, por që asnjëherë nuk ndalet pavarësisht moshës së tij, gjithmonë qëndron afër familjeve stamnore. Faleminderit. Mbarimi i luftës së fundit në Kosovë, për shumë familje nuk ishte mbarimi i luftës për mbijetesë. Shkatrime të mëdha lanë pasoja dhe pas 17 viteve. Prandaj në emër të organizatës edhe unë duhet të jetoj, ju bëjmë thirrje dhe ju lutemi shumë që të vazhdoni të na përkrahani sepse edhe shumë familje tjera kanë nevojë për ndihmën tonë.